Në Shkodër ka nisur zyrtarisht faza e dytë e ndërhyrjes përgjatë shtratit të lumit Buna në zonën e Dajlanit, një prej zonave më problematike për bllokimin e rrjedhës natyrore të ujit. Kryeministri Edi Rama ndau në rrjetet sociale pamje nga faza e dytë e ndërhyrjes përgjatë shtratit të lumit Buna, ku puna vijon edhe për të liruar hapësira që pengojnë rrjedhën natyrore të këtij lumi. Ndërhyrja vjen si rezultati një bashkëpunimi të gjerë mes institucioneve lokale dhe qendrore në fokus për lirimin e hapësirave të zaptuara apo të mbushura nga mbeturina dhe ndërtimet informale. Qëllimi i ndërhyrjes është që të parandalohet përmbytja dhe të rikthehet ekuilibri ekologjik i një prej lumejve më të rëndësishëm në veri të vendit. Autoritetet vendore kanë bërë thirrje për bashkëpunim dhe banorëve të zonës, ndërsa theksojnë se puna do të vijojë me intensitet të lartë gjatë gjithë stinës së verës.